Jam në një lidhje të drejtë për drejtë me një nga banorët e kompleksit Zaimi në zonën e Freskut, të cilët më datë 14 mars, një ditë pushimi, një grup inspektorësh kanë shkuar dhe po bënin matje në shesh pushimin e përbashkët të gjithë banorëve. Gjendja është alarmuar, është bërë një shkresë drejtuar ARSH-s se çfarë po ndodh në këtë zonë. Unë jam një nga përfaqësuesit e banorëve, zotin Kozma, ju falenderoj që pranuat të flisnit për këtë rast. Po, si që thatë dhe juve, më datën 14 mars, zotrinj të ARSH kanë ardhur pas një lloj letre, pas leje ndërtimi, pas një lloj gjeje për të bërë punimet për të në teritorin e pallatit Zaima i SHPK. Gjithashtu ata më vonë kanë tentuar të vinë përsëri. 2-3 herë të tjera. Ne si banor jemi shumë të alarmuar dhe shumë të shqetësuar, sepse pallati ku banojmë neve, ata do të futen, do të bëjnë në rrugë tu tek pallati jonë dhe distanca e pallatit me rrugën është afërsisht 75 deri në 80 cm larg. Ku bëm takime ata të ARSH-s. Për çudinë të gjithëve, edhe tonën, institucioni atje nuk na nxori asnjë dokument zyrtar. Nxorën vetëm një art pa asnjë lloj gjeje. Jo të miratuar. Ata nuk kanë as shesh ndërtimi, as le ndërtimi dhe ata zotrin kujtojnë se me ne mund të bëjnë çfarë të duan dhe ai zotria i ARSH-s që erdhi këtu, ai kujton se Tirana është e gjithë e tij, se shpronë e tij ajo. Sa banor jeni aty? 95 familje që banojnë këtu. Tani, zoti Kozma, ju ku keni marrë shtëpinë, që keni blerë shtëpinë aty me kursimet tuaja. Çfarë ju është thënë për zonën përreth? A ju është përfshirë në metër katror ajo zonë e përbashkët? Po, kjo është përfshirë në metra katror. 2725 metra katror është trualli. Tani, te ky trualli ka duar të ndërhyjnë. Ata duhet të ndërhyjnë në truallin ton. Po, se qa problemi kanë ata andej. Se qa problemi kanë ata për të futur rrugën këtu, ne sharim ta kuptojmë dhe ata nuk japin asnjë lloj sharimi. Ata na paraqitin një fragment arte, dhe e cila nuk ishte e saktë fare. Dhe s'kishte kokë të shkote, ç'a do bëjsh? Vetëm kishte thjesht vizë sipas interesit tyre personal. Përshëndetje dhe ju falenderojmë që interesoni për neve që jemi të pambrojtur në shtetin tonë. Ju falenderoj pa zëmër, me gjithë zëmër. Neve e kemi ngritur këtë shqetësim, kemi që në datën 14, si tha dhe zotria, na kanë ardhur pa një të identifikuese, vetëm kur dëgjuam mjetët që po punonin, dolëm se u trondit pallati i gjithë. Sa dali shkalla e parë që spresim do bjem në kontakt direkt me rrugën. Nuk kemi as një hapësirë, as për ambulancë, as për zjarr fikse, as për një lloj gjëje. Biles sa dalin fëmijët në shkolla direkt, dalin në rrugë kryesore që do të kalojnë këto zotrinë, se duan ta mbyllin rrugën atij që ne mos kemi dalje këtu. Tashi se qa bëjnë pronat e tyre ata zotrinë për mata në punë e tyre. Çfarë kemi blerë ne? Me djersën e fëmijëve tanë, na takone dhe ne kërkojmë mbrojtje. Ne shteti nuk na mbron, se ata të ARSH-s biles na kanë bërë edhe presione. Çfarë presione që kanë bërë? Ne do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu 101 llafe. Ja rruga që ata pretendojnë që do ta prishin deri në 70 cm. Kanë vënë vijat e kuqe madje, po për shkak të shirave që kanë rënë. Po, i keni dërguar më herët. Shumë të dukshme. Po, dhe aktualisht po mirë, sa trotuar do t'ju lënë juve ato nëse marrin 70 cm? Ja, saktësisht atë që unë tani fiks deri ku është, domethënë mbyllja e rrugës së pallatit ton, ja ku ndodhet edhe fadroma që është futur në anën tjetër ndërkohë, dhe që nga 13 mars që rri aty. Dhe ja, i bie
këtu, do me thënë, Këtu është hyrja e 70 cm pallatit. i bie, po, dhe i bie diku këtu. Ku është kjo, në më thënë 70 cm llogarite që as arkivoli, as ambulanca me 70 cm, as djerë fiksja nuk hynë dot. Imagjinon dot, më thënë, është anormale. Është 9 kate pallat. 9 kate. E qartë. E imagjino të kaloj një maune me 10 ton ngarkesë 70 cm pranë një pallati me këto lloj përmasash. Me sa morëm vesh, tani nuk e dim sa ta vinë edhe pronarët e firmës vinë edhe identifikojnë si inxhiniera, por në të vërtetë firma, sa ta thonimi firme Unazës, Unaza ka GPG kompani. Nuk e dim cila kompani, po kështu e ka emrin. Ajo është që do vazhdoj këtë rrugën këtu. Dhe ne i thamë, na i fri një projekt zotrin, sepse kur bëjmë këto, bëhen edhe projekte, sa afër mund të kaloj afër shkollës, si mund të dali fëmia, nxënësi, 800 kalamaj e fëmijë e nxënës të këtij komuniteti këtu, të dali direkt e në rrugë kryesore, në rrugë aks makine, që është ndaluar me ligj besoj. Që me atë ngushticë izoloheni të gjithë ju, në momentin që do futet dot totalisht izolohemi. E qartë. Absolutisht, ja dhe shkolla që është ngjitur. Ja, edhe pjesa këtu që është e gjitha me dokumenta, e shikoni këtu gjithë të që është e rrethuar zonjë? Të gjitha kjo këtu që është e rrethuar, ku janë makinat, është e pallatit, sepse ne i kemi tek dokumentat që kemi bler shtëpinë.